Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni tension të lartë, një gotë nga kjo pije ulë tensionin në kohë rekord, ja si ta përgatisni. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në dollapin e kuzhinës. Pas përdorimit, ju do të vëreni edhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë do t'ju duhet? Ju duhet një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle, një gotë ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullin dhe sodën i tresni mirë tek gota e ujit. Konsumojeni atë 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega është e pasur me antokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salsa. Ndërkohë mund të përdorni avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut, kështu që sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë kështu jashtë trupit sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari i pasur me nitrate, lëngu i panxarit gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratët shndërrohen në oksid nitrati që përmirëson funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë më mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët të pasur me minerale dhe acid citrik, limonët dhe lëngu i tyre, sipas studimeve, ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur gjithashtu me flavonoide, ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve gjithashtu mund që të ndikojë në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet njëkohësisht edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në një sasi të moderuar, munden që të ndihmojnë duke i dhënë trupit antioksidantët e duhur që lidhen me uljen e tensionit të lartë. Hudhra, nëse e pëlqeni, duhet të dini se edhe muret e arterive e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit me presion të ulët të gjakut ishin ata që përdornin shumë hudhrën. Prandaj nëse keni këtë qëllim, përdoreni edhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronicat, ngjyra e tyre e errët është tregues që kanë sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë pikërisht kanella, turmeriku, xhinxheri dhe gjithashtu ato e mbajnë në kontroll tensionin e gjakut për një kohë shumë të shkurtër. Madje disa studime kanë treguar se menjëherë pas 24 orëve normalizohen këto parametra. Kosi, një studim i vitit 2021 ka treguar se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe potasium, të cilët ndikojnë
drejt për drejt për ulljen e rrezikut për hipertensionin. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë edhe 3 metoda natyrale të cilat ju do t'ju vinë në ndihmë për të ullur tensionin e lartë të gjakut në kohë rekord. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Në qoftë se ai nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumësinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë për shembull hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni disa receta tërësisht natyrale, të cilat janë efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë me lëng limoni. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët e kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat njëkohësisht e kanë aftësinë që të ulin tensionin e lartë të gjakut dhe të largojnë të gjitha toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut si edhe për uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe gjithashtu një gotë me ujë. Konsumojeni ato 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Ndërkohë mund të konsumoni kos. Kalciumi është një element kyç në normalizimin e presionit të lartë të gjakut dhe ky është një element i cili padyshim se gjendet tek kosi duke i ndihmuar enët tuaja të gjakut që të relaksohen. Kosi me pak yndyrë është një mënyrë e mirë për të shtuar kalciumin në dietën tuaj, pa sheqer ose yndyrë të shtuar. Ndërkohë, hidhni disa manafera për një ëmbëlsi natyrale dhe akoma më shumë për të ndihmuar presionin tuaj të gjakut. Sasia e rekomanduar ditore është 2 deri në 3 gota kos. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.